Përshëndetje miq dhe mirë se erdhën në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të abonoheni duke klikuar poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme do të vazhdoj me historinë e Darios, një baba nga Burreli, i cili ka një vit që ka shkëputur çdo lloj kontakti me ish bashkëtuesen dhe djalin e tij 3 vjeç. Nuk dije se ku ndodhen dhe pse ai, le të themi, ka një vendim gjykate ku jepet e drejta për takimin, por nuk di se ku ndodhet djali dhe ish bashkëtuesja. Dario vetëm përpara 24 orëve ka qenë këtu në live me Odetën, ku tregoi historinë e bukur të dashurisë së tij me një fund të dhimbshëm. U shokova unë e para teksa ai më tregoi momente të trishta që kishte kaluar me bashkëtuesen dhe ka pasur një lumë komentesh për këtë histori. Për gjithë ata që nuk na kanë ndjekur, përpara 24 orëve ku Dario ishte me mua, dua të prezantoj një klip të shkurtër dhe do hap dritaren sepse Dario do jetë sot sërish me mua. Unë isha me një mikun tim në kafe, po pinim kafe, afër tavolina, një buzëqeshje nga të dy palët, ulëm, u njoftëm, pastaj përfundimisht vendosi që ajo të vinte këtu për të jetuar për gjithmonë me mua. Kur ngeli shtatzon, ajo erdhi u bë shumë problem. Po e qova pram tek mjeku, jo një herë, po disa herë e qova edhe me nonën e saj, që ishte një depresion i jashtëzakonshëm, thoshte që nuk më lejnë. O bobo, erdhën, më kapën, sikur gjindët. Bënte kështu me kish, qarpri, erdhje, të marrë një nga Prizreni. Një shek kujtim popën e solla këtu, po futën brenda, nezi ca gjëra ku diun ça nezi këtu, sa me lejen tuaj i tha Irisës mund t'ju shikoj, po i tha i vuni dorën kokë, i këndoj sa i këndoj dhe ajo plasën ulërima, shtrihet në tokë për dhe. Qa kam parë me këta sy në jetën time nuk kam parë, thoshte këtu, është këtu. Ne kemi hapur këtë këndin e dhomës, bile unë e kam shqy nga poshtë komplet atë leckën, pjesë të magjive që ishin bërë, që ajo i tregonte që, sepse tregonte gjindi, grisi tokën sikur ta qaj me kazën. Më shikonte kështu, bënte kështu, zot subhanallah, i ndroheshin sytë në çdo lloj forme, edhe nxori një tip rënje me tek e lidhur me fjango të kuqen 4 orë. Pas disa mundimeve të zotërisë, 4-5 orë luftë zotëria, unë mbaj mend që ai më ka hequr mishën në dhomën e gjumit dhe më thash i si është bërë trupi im zi komplet nga rrafja e gjindve. Unë përfundova në burg dhe më vjen keq sepse u shkatrova. Të lidhes me hoxhën dhe si dhunë në familje siç e bën media, se ti e ke parë. Ata tani e marrin djalin, shkojnë jetojnë në Tiranë, pas gjendjen e saj ishte bërë u hapita që ka qenë shumë e bukur në realitet, ishte kthyer domethënë një gjendje katastrofike dhe më hodh në qatë, më përqafoj dhe më tha, më falë, kam bërë shumë padrejtësi, kam dhe mesazhe që më thot, e di ke të drejtë, kemi bërë padrejtësi pa fund unë dhe nëna ime, thot. Unë nuk dua të ndaj fëmijë nga nona, sepse sikur që janë nëna ime për mua, që një nënë dhe për atë, dhe për ty dhe për çdo njeri, kupton? I dëgjuan këto momente të trishta. Dario na tregoi për bashkëtesën që kishte me nënën e djalit të tij, fatkeqësinë që kishte bashkëtuesja për shkak të problemeve shëndetësisë mendor, por që ai vazhdon të ruajë një dashuri dhe një respekt të madh për të duke e quajtur të pafajshme. Në fakt Dario është duke na pritur sepse e lam historinë përgjysmë për shkak të minutazhit dhe ai tregoi momentet që doli nga burgu dhe donte të takonte ish bashkëtuesen edhe të birin. Por çfarë ka ndodhur, si vazhdon historia, sepse ditën e sotme ai do t'rregojë një histori akoma më të rëndë. Jo për bashkëtuesen, por edhe me ish vjerrën e tij. Çfarë ka ndodhur? Hap dritaren dhe e ftoi Dario. Dario, përshëndetje. Përshëndetje dhe juve. Jemi të dy së bashku sot në këtë episod të dytë, sepse historia e jetës tuaj që nga fatkeqësisht një telenovel me një fund të hidhur, me sa kuptova. Shumë, patjetër. I dashur Dario, sot do flasim për pjesën tjetër të historisë. Ti dole nga burgu, le të themi, mbarove dhe atë detyrimin arrest shtëpie prej 6 muaj, sot je i lirë. Po. Me që do ta nisim, ta pasqyrojmë komplet histori. Po, ku e lam dije ta vazhdojmë sot. Pikërisht momentin kur ti takova Elisën te Shpari bashkë me djalin, ju bleva ca gjëra aty për momentin, dhe ajo
qante dhe më thoshte që nuk munde më këtu te mami, sepse kështu ka vepruar gjithmonë në fakt. Detyrohet në një moment dhe më thotë që unë duhet vija ty një natë më garë me taksit e porta bashkë me djalin e pash në kamera, thash çfarë do kjo këtu. Muluse tër ditën dhe unë nuk pranoja gjallë në botë faktike, sepse isha shumë i shkënjur në shumë momente dhe nuk mundesha më. Edhe djalin ta përballoja vetëm unë si person e kisha shumë vështirë. Nuk isha mësuar unë të rritë fëmijën në këtë mënyrë, ta laj, ta shtaj, t'i vej bebelina vetë. E kishe të vështirë, e qartë. Tani, më tha që jemi në një situatë shumë vështirë. Dhe unë futa te shpari, mora 2 karroca hekuri nga këta që i përdorin supermarketet. I mbusha plot e për plot, shkuan gati 1.300.000 lekë, nuk e maj mend. Dhe po diçka e tillë, 1.400.000 lekë. Edhe i mbusha plot, shkova prapë për zyti, bona gati 3,5 milionë lekë, ja u bora të gjitha full. Dhe për djalin që thash të ketë përditshme. Edhe kur dolëm jashtë, ajo qante, u lërise dhe më tha mere djalin, e mora djalin krah dhe më tha që unë do i të mbyte. I thash jo, pse do mbytesh, nuk ke si gjë të keqe. I thash çka ke qetësohu, ne e mbaja me të mira. Ato gratë po qanin, dolën gjitha jashtë, unë vinte turp se duke se si po bëjmë ne. Edhe më tha që duhet i të mbyta. I thash jo Erisa, nuk ke arsye të mbytesh. Ne kemi një djalë, mashallah, që janë ne. Ajo zonja aty, një grua, më tha të lutem, pranoje për hatrin tim. Unë e kam pranuar për hatër gjithë kujt i thash 100.000 herë, 7-18 herë, 19 herë, se nuk i majnë të gjitha, e kam pranuar. Por atë më duket, nuk e lejnë këta punë të veta, e kuptoj, ngrejnë. Sepse duke ne këtu në divan e thot, erdhën, më kapën, i them, po kush është? I shala të shputoj e gjallë, ik, më thonë, ik, qo, edhe ja fut me vrap, derë, unë turri u mrapa kapet, po, qa ka mequ me të më shpirtim atë. Sëmundja e saj e shëndetit mendor, sa vinte dhe përkejsoj? Keq fare, kur them keq fare sa ulërisë gjarë për kjo, ajo në për shpirë, zojshte qa ka meq, o zot i madh. I dashur më lejo vetë të pyes, se do të dëgjoj me vëmendje. Në momentin që ti shkove dhe i bëre këto pazare për hir të djalit dhe për hir të ish bashkëtuese, se si do të jetë kishe jetuar me të, nëna e saj ishte aty, ajo si reagoi? Nuk shkova unë të shtëpia, vetëm se ajo e mban hundën përpjet, kur s'është as fundi, domethënë nuk dua ta gjykoj, ka jetën e saj, më vjen keq, nuk do ryja s'faq. Por keq, sa ju bleva dhe stekat me paketa se liqe pini duhanin të dyja, edhe nuk ka rëndësi kjo, se duket sikur po mburremi, s'ka pikë vlere për mu, po unë e bëra për nënën e djalit tim dhe për djalin tim. Edhe për atë normalisht, sepse sa do i keq edhe i lik të jetë nëna e saj, ajo e ka nënë. E qartë, është gjyshja e djalit tënd. Është gjyshja e djalit, patjetër. Dhe unë e di që në këtë moment, që nga problemet që ka nisur një kalvar i madh problemesh, unë e di që atij fëmijë i përgjigjet nëna e Erisës. Gjyshja. Erisa nuk është në gjendje as i bëj zmet, as ta mbaj, as ta laj, as ta shkaj, as i hapi për të ngrënë. Me fjalë ajo thotë unë i bëj të gjitha, po unë e di, nuk ma mbus të mendje. Por djalin tim e mban vjera, nëna e Erisës. Ish vjera, e qartë, ish vjerë quhet. Ish vjera, po. Dhe, por ka probleme tjera. Tani atë ditë që ikëm për Tiranë, më ulli dorën këtu te Kofsha, më shqetësoj, domethënë, edhe i thash çfarë po bëni, kapa dorën. Më tha, ama mos bëj sikur s'do, më tha mu po lere tani se është e bukur, e kështu ka qenë shumë e bukur, por ajo ka menduar që unë do ta shoh me atë sy, por jo. I thash një gjë, ja hoq atë dorën, kishim duke ikë për Tiranë, do të çoj te shtëpia, i thash, dhe me mu s'ke punë më. I thash në turp të vi, sepse unë jam babai i një pitat. Dhe jam burri i vajzës tate. Dhe kjo nuk shon mes në dyve. I thash, mos e diskuto më. Ta ndërpresim këtu e ka. Jo, ne, se iku si kaloj jo punë. I dashur Dario, ky moment që sapo më tregove është i rëndë. Ish vjera të ka provokuar. Po, tani ajo nuk e pranon sikur t'i veshë plumbin në kokë, por e vërteta kjo është.
Dhe çfarë ndodhi? Në shtëpinë tonë këtu, një natë ne po rrinim te televizori ma tonë dhe te kuzhina tjetër, edhe e zuri gjumi Erisën bashkë me djalin, ishte ko mos gabojmë dimër, nuk e maj mena sa kishte hyrë dimri diçka e tillë. Edhe më erdhi keq si zgjoja, i mbulova të dy, edhe unë çova nga tjerë, erdha këtu te kamerat, te televizori, u shtriva këtu në divan. Nga ora 3:30 natës do dilja jashtë në tualet për nevojat e mia dhe ajo më doli nder të vëmës gjumit aty përballë. Po thuj se e zhveshur. Dhe më kapi për kam, dhe futu mrena, ku të shuaj, dhe hajde këtu në. I tha qike të vitë turp, se unë nuk e bëj këtë gjë sa tjetë ajvash. Me ty jo, se je nona e bashkëshortës. Edhe më tha futu këtu, tha se të premtoj vetëm diçka që o unë, edhe ti dhe Erisa, ose ti me Erisën dhe pa mu, që s'ka për të ndodhë kur, më dhe. Është shumë e rëndë. Edhe i thash turp të të vi, unë vdes, dhe këte me ty nuk e bëj kur. Se nuk shkon, diçka që nuk shkon. Sa do e bukur tjetë ajo, sa do yll t'isha ajo, unë nuk e shikoj nanën e bashkëshortës si me matëshy. E qartë. Nuk shkon. Edhe këtu lindi një, do me thonë, situatë akoma më, u krija një situatë akoma më e vështirë, sepse ajo vazhdoi mante turi, më solli një shoqe nga Greqia, ja harrova emrin, Kristina mos gabohem, me solli 5 ditë këtu, kishin nejtë në burg të Greqisë, sepse nona e Erisës ka bërë 11 vjet e gjys burg në Greqi. Për heroin. Shpërndarje të lëndëve narkotike. Bravo, ja kanë qenë dhe në shtëpi me kile, nuk e di. 11 vjet e gjys i ka bërë burg, dhe ajo i ka paslon fëmijët e saj rrugëve. Unë e ti, s'du talë ajo pjesë, fa i thash, po t'jem ballë për ballë me ty, do flisja shumë gjëra. Sa s'di që atëm, nuk mundem vetëm t'jem me ty në tavolin tek për tek t'i tregoj gjitha, se nuk më shkon për fytyrën time, nuk më shkon t'i diskutoj disa gjëra. Edhe, si përfundim, u kthye nga atje, u bashku me fëmijët me demek, djali i në Francë, edhe mu bë me gocën që rrinim bashkë me një shtëpi me qera në thyja të Thesarit, të freskular të Thesarit, ku i njofta unë. Tani, në momentet që ndodhen këto gjëra që unë refuzova kundrejt saj, ajo solja dhe greken këtu, ajo u knaq te i masi, i bëra një respekt, kam dhe videot në bache që hani me pini, me grenim shëndetet, kërceni në përbache, se i kam vëndet sa boksani në përbache, në verande gjithaj. Edhe, më ka sjell dhe shoqëri tjetër, mi ka sjell këtu, ka ne të gjithë që në shpityre, se unë ashtu zemre kam me gjithë, nuk jam palacio, nuk kam pa drejtësi masi, me qef nuk i duroj dhe pa drejtësi, po nuk i piku në qafë, dhe kështu që ndodhi që ndodhi, unë shkatrova totalisht dhe familjarisht, por nuk më vjen keq për vetën as pak, sa më vjen keq edhe për nonën e djalit dhe për djalin. I dashur Dario, dua të pyes. Ikja e bashkëtuesës tënde ka qenë e shpesht, sa le të themi, jeta juaj ka qenë rrëmuj për shkak të sëmundjes saj. Ajo ikte, vinte, pavarësisht se ti u mundove të bëje gjithçka që familjen ta mbaje të fortë, por fatkeqësisht u shpërnda familja juaj. Më thej një moment, mos gaboj, dije, kur ishim bashkë live, që kur vajte në Tiranë ta takoja, nuk më lejoj se ajo kishte një urdhër mbrojtje. Do me thënë, çfarë ndodhi më pas mes teje dhe Erisës? Ajo iku tek nëna e saj, nëna sipas teje e mbante dhe kujdese dhe për djalin tënd. Erisa në këndvështrimin tënd të do, por nuk vjen dot të jetoj me ty. Çfarë ndodhi që ajo u pais me një urdhër mbrojtje? Erisa edhe po të vi, unë e kam me provojse, edhe nëse ajo vjen, thot që do vite shtëpia, nuk ndodh më, s'ka për të ndodh më, unë e di që ndodh prapë. Flen, në momentin që ajo zgjohet, ajo direkt reagimi saj është ky. Sa të zbardhi drita, ajo kërkon rroba kot i erë. Kur që ka ime, ku e rrobat e mia? Ika, ka marrë malli mami për mua, ka marrë malli mami, s'u ta pa mu, jo, mami do me pa mu. Shuba.
Dhe ky është rasti më i habitshëm që unë kam vërë shumë gjëra ndryshim. Sepse nuk ka rrugë tjetër. Sa është e mami, ajo kërkon vite kun qan, ullëret, du, shpirt, semër, bërt, gjithçka, sa të vi këtu, ajo nuk bëhet fjalë që qëndroj dhe një sekond këtu, sepse kërkon shkoj dhe nona, si kur nonën e ka marrë mami, më nuk rritot pa mami. E qartë, e kuptoj. Tani, në momentin që thash ty të shpari, mora një shtëpi me qera, më tha ajo, ma kërkoj dhe unë prape kisha si ide vetë për para reagime të ndodhin këto gjëra vetëm shtëpinë time, mos është bërë në i hata, po ndodhe aty, e kupton? Mendimi Ideja ime. E kuptoj. E mora shtëpinë me qera, nëse më lejo, mund do të flasësh, më thuaj të luta. Jo, po të dëgjoj, nëse dua të bëj pyetje të ndërpres, po. Okej, faleminderit. E mora shtëpinë me qera, vinte bashkë me djalin, si ishim shumë afër, unë nuk shkoja tek ata asnjëherë, më fal, alhamdulillah. Edhe mora bashkë me djalin, imagjino, nuk po ta them për kompliment, i çoja vetëm në restorante, në përpikat më të bukura që të bëj be në Allahin Kur'an për një muaj, kam prish me erisën për një 27 ditë, 45 milion. Në pikat më turistike, 45 milion, më vraf Allahu, më vraf buka e Kur'anit. E qartë, e kuptoj. Dhe ajo e pranon vetë, nuk e mohon kur. Tani, e merja shkonim në për restorante, shkonim të këta dyqane që pregatisim pesh, se djali kishte shumë qef pesh, rinim bashkë, knaqeshim, dilim me për kafe të shtrenjta, mirë, kalonim mirë. Në një moment të sipër, vinte koha për të fjetur do finin, në mjes ndodhte njëjta situatë. O, me te për mu ka mërmalli mami s'rito pa mu, mendoj që ka bërë diçka. Që Erisa mos të ketë përqendrim tek unë, mos të ketë vend tek unë, që të kthehet vetëm tek ajo, dhe kjo më bën shumë përshtypje, se kjo ndodh gjithmonë. E kam çuar Erisën dhe në fark të madhe te hoxha, në fark të madhe. E kam çuar Erisën në 3-4 vende të fuqishme. Elhamdulillah, i fuqishëm është Allahu, asnjë s'bën dot asgjë pa forcën e Allahut. Edhe si përfundim, më ka thonë zotëria në fark të madhe që unë nuk kam që t'i bëj këti lloj robi. Nuk kam që t'i bëjmë, tha, sepse në momentin që ai vazhdoi të këndonte sure, ne ishim në xhamin e madhe në fark, në një dhomë që ishte me një kuzhinë, me një kënd dhome. Ajo filloi lunte dorën këmbën, i binte shpinës, dil nga trupi im, u lëriste me të madhe plasishte për toke, o çka kam pas në bëhet mish, o zot, çka kam pa unë me këta sy. Pra, le të themi që... Edhe më tha zotëria, unë nuk kam që bëj, më thuaj. Jo, të thosha që, le të themi ti vazhdove, ta dërgoje... Nuk e leja kurrë, sepse ishte nona e djalit, të e bëja më të mirë. Dhe pas atij skandali që ndodhi në media me ato video... Po, gjitha, unë prapë vazhdoja. Vazhdove për të gjetur një shpëtim për Erisën. Po, pastaj do të ndërpres vetëm një sekond të tregoj diçka tjetër. Unë kisha ca ditë që nuk kisha më kontakt. Ushtrova në spital në Tiranë për një problem të vogël ty në gjak. Po. Edhe po burohesha se kam të miq doktor aty të mirë edhe të lartë dhe më ndihmuan në kurim ashtu për yndyrna dhe gjak. Edhe vjen daja e Erisës që ai vinte gjithmonë këtu, është një burr zotëri që i nderuar. Kam shumë respekt, është një 72 vjeç, po është zotëri burr. Ka ardhur këtu në shtëpinë time disa herë, kemi ngrënë, kemi pirë, kemi nejtë si shok, si vëllezër, jo si miq. Dhe ai flisë Erisës gjithmonë, i thoshte mos nuk do ta gjesh më këtë fat, se s'do kisha as djalë, i thoshte në krah, as mace s'do kishe në krah, e jo më djalë, i thoshte. Edhe në një rast ai vjen te spitali për të takuar mua, më zorri mla 50 euro, aty s'ka rëndësi vlera monetare, edhe më thotë po iki. Ai iku mas pak në qirrin telefon, Toni, se Toni më thonë qitë, po unë me kam emrin Darit. Thotë, pash Erisën me motrën time, thotë, me bardhën, fat bardhën e ka, edhe me qunin, thotë, ku i thash unë? Te një lokal këtu afër Pesës, te spitali Pesë. Psikiatria. Neurologjia, që është aty. Po. Edhe, i thash, po si ka mundësi? Tha, më foli vetëm Erisa odaj, tha motrës nuk i flasë, nuk i flet. Edhe për punën time ke çfarë janë prisa, nuk shkojnë fare. Edhe më thajnë te Pesa, unë nuk e dija fiks te Pesa, unë mundova, u interesova, dola nga spitali vetë, dhe shkova me një dyqan lulesh, mora një buqet të madhe me lule, mora një postier me motor,
e bëra të buqetën e madhe, edhe shkujta dhe ca fjalë një kartolin, shkova te një pasticeri Liga që sa tjetë në kses Po. Bëra një tort të madhe, edhe të torta një tort me zemrë dhe shkujta ca gjëra në një zarf, edhe ja dërgova Erisës te spitali. Unë ja dërgova Erisës te spitali, ajo kishte filluar thaj zotria, postieri, sa më trëmbi shumë nga e përqitura. Kur lexoja te letrën, edhe tha tha su trëmba, tha kishte edhe djalin aty, tha si kanë fut djalin te spitali, te pesa, te çmendurit. Ja qënë dhe djalin e jama, për ta para, për ta majtë aty pa kohë, nuk e di. Edhe, në një moment, sa shkon e jama sipër i qenë ato tortën, trëndafila gjërë, ja kabe ja fluturon nga dritarja të gjitha. Të gjitha. Dhe ajo që një mundësi më merë mund telefon dhe duke qarë me atë madhe, dhe qa ke të falenderit shumë, të duat kam zemër, qa ke të shumë. Mami tha mi hodhi, mi këputi lullet, tufë me lullet, tortën qirë një ka ullë nga dritarja e spitalit. Sepse ajo nuk të pra, ajo e agravon situatën, më kupton? Nuk e di nëse më kupton. Të kuptoj qartë. Dario, përpos gjithë këtyre situatave të rënda me ish vjerën tuaj, more njëherë guximin, ta ulje në tavolin, të pije një kafe. Ka marrëveshje madhe ajo me nerë te, më falë për shmenë, thotë më që ate që stuë. Ate thotë ajo, atë qaj që tina, që kanë ropë, që kanë motrën, që kanë familja, që kulturë edukat ka. është grada zhë. Një burga qeshi, 11 vjetë i qysë burg, që të them tjera. Por sot që flasim në të dy, si është, ke kontakte me sa po kuptoj, ti vazhdon të ruash dashuri për nënën e djalit? Po, është nënën e djalit, do mos do të ruaj, është nënën e djalit, do ta kem të rjetën, jo vetëm sot. Por fatke... Unë e kam dashur Erisën shumë, kjo është e vërtetë dhe nuk e mohoj që janë botë. Pambarësisht që si kalvarit më probleme që kemi kaluar, unë e kam dashur, kjo është realiteti, sepse ka qenë njeri për ta dashur. Ajo mund t'jetë sunduar nga shumë njerëz në këtë botë, por unë nuk e kam marrë për ta sunduar, e kam marrë për ta lehtësuar, për të qenë një gjendje familjare të rregullt, me hapa njerëzor, me dashuri, me harmoni, me gjithçka, me fëmijë, me gjithçka. Pra e kam bërë të lumtur në një pjesë, po të kuptosh në atë. Po me ish vjerin tuaj, ai si ka reaguar në këtë situatë? Ai nuk flet me këta, ai është i ndarë prej vitesh. E kuptoj që janë të ndarë. Ai shumë mirë. Ai më thotë nuk ka forcë më tepër, është flisë mori shketi, është shumë njeri mirë, ka ardhur tu ka nejt me ne në familje, kemi nejt, jemi kënaqur, kemi kaluar mirë, është sotri. Por nuk ka forcë, nuk e pyet njeri, është i mbaruar. Shkojnë të çojnë një paketë cigare, çfarë them. Po i shkunati i cili jeton në Francë? Ajo është më ke se nona. Pra nuk e kontakte as me atë. Po. Sepse njëherë që kam pas kontakt, kam folë me te, ka përdor një fjalor përballë me edhe motrës saj që nuk përdor është në telefon pasi dola unë nga burgu, e kupton? Pasi të dal nga burgu. Se i kërkova llogari pse ma bot këtë, sepse ti e burri, thash na shpjeve me ty do flas. Pse më ndodhen që ai përdori një fjalor që unë s'una përdor përballë motrës time kurrë. Dhe që aty unë i bura vis. I dashur Dario, si është sot shëndeti i Erisës? Ti ke kontakte me të? Fare, dhe kjo më bën shumë përshtypje, Odeta, sepse Erisa nuk rrinte të paktën çdo që të nofte, po s'më merrte 30 herë në telefon ditët, ajo s'mata as telefon kohë të fundit, se si ishte në rregull, kupton? Por ja merrte telefoni kamarierit lokalit, kamarieres, banakieres, shoqes, kushurirës dhe mund të merrte në telefon të paktën 5 herë në ditën. Pra, sa herë që jepesh mundësia të kishte një telefon, ajo formonte numrin tënd dhe të merrte. Sa kohë u bë që ti nuk flet më me të? Po bëj vitin. Një vit, që ti nuk flet më me Erisën dhe një vit që nuk di çfarë ndodhe me djalin tënd. Unë sikur është djali dhe me pak fjalë që t'i bim shkurt, djalin e kam pasur, në momenti që isha me problemet e gjyqit, kur unë isha me arrest shtëpie, po, vajta në gjyq në Peshkopi, u mundu avukatja e zonjës Fatbarda në mësaj, një avukate e sociala e juaja, nuk e di një pion dhe gjatë, nuk e di. po.
U mundua të më sulmonte me të padrejtë, nuk më pëlqeu as fakt dhe i thash vetëm avukate që si jeni ju. Dhe Erisa në këtë moment i thanë fol Erisa, çfarë flasat, ju përka ju tha, si ju vjen turp, thamë keni bërë politik gjithë natën, thuj atë që ta fusin burg atë, doni ta merrni në qafë babajin e flisime, atje tha që më ka marrë diplom dorës që s'ka prek me dorë një, filloi Erisa fjalët e saj dhe gjyqtari ngeli i shokuar totalisht. Edhe i tha nonës Eris, çau, dil për jashtë. E nxori jashtë dhe mu të lutem, tha do ma japësh djalin. Edhe unë në këtë moment e kisha bërë mend me Denisa, një avokate e nderuar, Zoe Florio që nga Borrelli, Denisa Hoti, është shumë e lartë. Edhe kam shumë respekt për atë femër, ndoshta bëj gabim që ja përmend emrin, por është një njerëz shumë i rregullt, shumë i saktë në çdo lloj aspekti për punën e saj që bën. Kam vajt me Denisën atje në gjyq, më tha Lerja të lutem se është nënës gjëna. Dhe unë ja dhash djalin për respekt. Pra, që të kuptojmë situatën, djali ka jetuar me ju në seancën gjyqësore, ajo të është lutur t'ja lësh djalin dhe ti me dëshirë ja le djalin dhe kujdestaria i kaloi nënës. Po nuk ishte gjyqi djalit, a kupton zemër, fal. Po, nuk ishte gjyqi për kujdestarin e djalit. Jo, për kod motrës, ishte gjyqi im me Erisën. Por në këtë rast, djalin e kisha unë, se kishte ikë Erisa me nonën që tregova te turizmi në Borrell e njoma tjetra. E mbaje ti djalin. Po, dhe më tha, të lutem, ajo Denisa është nën, tha, po i thash e mendoj, si që qef trishti me te ka qeva e di, thash, do t'ja japi, thash, jep jam, tha, do t'ja jap, por do t'ja japi një marrëveshje që t'a bëj njerëzore, kupton? Po, që dhe ti të kesh drejtat e tua si baba. Ja vash, dhe qa bom, në të moment, sa kemi ta nga gjukat, i postroj Erisa avukatën dhe fatbashët, i degradoj para gjyqit, të them realitetin, sepse unë nxorri tëra urliqi që ju po kërkoni t'i bëni keq, se më keni kërkuar mu ka 2 ditë që më bëni spor për ta pustruar të mashu, për ta futur në burg. E qartë. Ndërkohë që s'janë vërteta, tha sjora dhe nuk e bëj këtë, tha t'ja bëj se më ka majt me buke me tëra të mira. Po. Që kjo është e deklaruar në gjyq, është e regjistruar në video. Po. Dhe kam dalë për t'hyr në makinë, ajo ka dalë mu ka udhë në qafë. E më ka thonë, më falë, të lutë, më falë, më merë me vete, tha të vi për burra. E jo ma bërtise dhe i futi një shpull në mes para gjukatës, në dibër. Bërtau! Unë i thash, të vjen turp, palaco, gru, i thash. Nuk të vjen turp, i thash. Turp të vi. Sepse ajo të shkoj të fëmijat e burrit e familja, ti e pengon. Anë kupton, ti në zjerë penges. E qartë. Dhe në këtë rast, Erisa nuk pyti mas atë si më bodi la aty avukatën bashkë nëve, hapi të në makinë sime dhe u fut makinë. Unë erë në fus bulqis diku atje, në maqelar kus atje dhe bleva me një rezervar ca peshë, shumë erdhëm këtu ishte, po verë ishte. Edhe i qau ato peshat atje në baqe, i pasrum, unë me djalin lusha me një pishin vogël aty kënaqeshëm me djalin, dhe ajo më tha unë nuk du t'i i mos aty tjetër. Sa që Erisa, unë e ti që ndjetate. Unë e ti, më vjen keq, kjo nuk ekziston, të betojmë kokë që unë i të kokë. Unë e tisha, sa të vjen nesërmja të flasë. Sa vjen nesërmja, erdhën 2 miqë, kanë edhe atje për jashtë mba që banim po pinim, në bukë si për e rrim të këshu. Tha që ke zemër? Sa unë du të shkoj të mami të nesërmen. Qartë. Pra, gjithmonë këmgullje saj për të ardhur dhe këmgullje të nesërmen është përthigur. Por... Dua të të bëj pyetje Dario për sa i përket djalit. Ndalemi këtu se kjo është ajo pikë që ty të dhëmë së shumti. Djali është 3 vjeç e gjys. Jo, si ka bërë 3 vjeç që bëm isë me 18 maj. S'ka mbushur ende 3 vjeç. Dhe ke një vit që nuk i ke dëgjuar zëri, nuk e ke takuar dhe nuk ke asnjë informacion për jetën e tij. Po bëj gati një vit se eksakt staja do të bëj gati një vit. E qartë. Ti atësin e ke njohur. Atësinë e djalit e ke njohur, ja ke dhënë. Djali është emër tim, Eldario, se i kam dhënë unë e kam Dario, e Erisa mora një germ të Erisës dhe e bëra Eldario Bruçi. Dhe kam hudhë të njësia të farmacia 10 që është një gjenë civile aty nuk e di. Po, 4 mos gaboj, mund të jetë. Bravo, e kam hudhë aty, por djali është emrin tim. Dua të të pyes, je drejtuar gjykatës? Këtu du të përqëndrosh. Kjo është shumë e bukur. Atëherë më trego. Si fillim ju kam drejtuar rajonit Burrelit.
për të gjetur fëmijën time, më kanë thonë drejtoju gjykatës. Jam drejtuar gjykatës, jam drejtuar avukatës, jam drejtuar rajonit numër 4, jam drejtuar rajonit numër 3. Nuk kam gjetur asnjë zgjidhje të gjej fëmijën time. Dhe erdh puna, i kërkova Irisës, asaj Denisës, avukatës tani për të hapur një gjyq për djalin se nuk mundesh më. U hap gjyqi dhe vajta në Tiranë, në Myslim Shyrje, në gjykat aty. Po. Vajta përkundrazi kam makinë, nuk kalonim dot ka trafik orari, po kalonte dhe një njeri me motor nga Berati, kam dhënë numrin aty. Kam zjerë ca lekë, ja kam hudhi, kam thënë ma bëj të ndera, më tha nuk du lekë, ma bëri ndera, më çoj motor shpejt e shpejt për të kap gjyqin. Kam vajtë e gjykata e më futu brenda. Edhe u diskutu punë e djalit. Ai gjyqari shumë njeri mirë, foli saksisht, vuri dorën zemër tamam, edhe më pëlqeu shumë si njeri, zotri njeri. I tha, si kam si nuk janë gjendur, i tha nuk po i gjejmë dot në asnjë lloj mënyre, tha. Ai i tha Denisa. Tha pse si ke kërkuar ti Dario? Jo, i thash te nuk mund ma thuash. Ti kërkoj unë i bie që unë ty viktime bëhem të luj menç. Nëse unë do përpiqem me ta. E dyta, sepse nuk kam nerva, nuk duroj dot më. Pra më mirë ruaj distancën dhe ja ulej liç zhvendësve dhe liç patusve çdo gjë, se sa unë shkoj në debate probleme tilla, shkoj burqeve, kupton? E qartë, e kuptoj. Unë vetën dhe unë dhe djalin, përfundimisht. Dhe më tha, ai gjyqtari më tha, duhet i kishe kërkuar jo, i thash, te nuk e bëj se kur isha dhe me urdhër mbrojtje, unë jam afruar për t'ju dhënë një ndihmë dhe e jona e saj ka shkuar te rëndi numër 4, ka thonë që ai ka ardhur me njëra tjetër më thirrën, unë bëja në përmet atëre me makinë. Edhe kur më morën u habita, i thashe, zot, unë ju ofroj bukë e këta me gure, kupton? I qartë, dhe nuk dohet të bëje gabime për të gjetur adresën që jeton ajo. Bëri një denoncim që kishe humbur. Me datën 21 tani, tha gjyqtari, se ishte para vitit 3 gjyqi parë. Dhe para vitit 3 ai mori vendimin që unë të kem të drejtë ta shikoj në WhatsApp, të flas me djalin, ta takoj djalin. Kam vajt mas tradisi që kemi marrë letrën dhe lam një gjyq me 21 janar dhe me 21 janar ne kishim gjyq. As dikush akoma s'di njeri në botë se ku janë. Është bërë letër Interpolit dhe kësaj policisë kufitare, gjitha ne s'po i gjejmë dot ku janë. Por nga policia kufitare zbulohet nga sistemi TIMS, kanë dalë jashtë territorit të Shqipërisë apo janë brenda territorit të Shqipërisë? Ta them unë. Policia e verifikon. Zbulohet në një mënyrë kur ata lëvizin me pasaport, zbulohet. Po përderisa nëna e Irisës është me jo të drejta të hyrë ajo nuk mund hyrë që të dalin në sistemin e policisë kufitare. Duhet hyrë klandestin, duhet hyrë në një mënyrë tjetër, kupton? Pra ti dyshon se në mënyrë klandestine ajo së bashku me të bijën dhe djalin tënd mund të dalë jashtë Shqipërisë. Mendoj që mund të jenë në Francë që djali i saj, te vllai i saj dhe gjithsesi unë këtu kërkoj patjetër arrestimin e tyre nëse djali im ka dalë jashtë kufive pa firmën time. Po, sepse e kërkoj pa diskutim këtë. Sepse nuk e di se si mund ta kenë realizuar një prokur në emrin tënd, në firmën tënde dhe kanë dalë, sepse ligjërisht, por fatkeqësisht Dario nga eksperienca ime me emisionet që unë trajtoj, jetojmë në Shqipëri. Dhe dalja e një fëmije pa prokure nga Shqipëria është fare e lehtë nëpërmjet Kosovës, që ka ndodhur shpejt. Ka ligje, mund të jetë shumë e lehtë, më intereson lehtësia, më intereson drejtësia. Ti ke të drejtë, ligjërisht kjo gjë nuk do të ndodhi, por realisht po të them që në Shqipëri ndodhin këto çuditëra. Më ka ndodhur me raste të tjera që një nën është larguar me fëmijët, i kanë nxjerrë nga Kosova pa prokur, pa asgjë dhe vajti kërkoi azil dhe babai sigurisht humbi kontaktet me fëmijët. Dario, ti në gjykat, le të themi, ke një vendim gjykate ku ke të drejtat e takimit atij fëmije. Pa, dhe unë s'po di ku kam fëmijën. Dhe ti nuk ke informacion ku ndodhet fëmija. Fare. Ajo është dënuar, ke bërë një denoncim për rëmbi fëmije dhe mosgjetje, sepse ajo nën dënohet. Që do të thotë? Unë kam parë diçka që kur më merrte Erisa në telefon me numrin e nënës saj,
Ajo ulëret, nëse ajo kalon 2 sekonda, 1 minutë duke folë me mua, ata zihen, ngrinë dhe ai thot qa ke muj, qa ke mate, qa po bën ai ty, ai po flet me mu, qa ke ti, dhe ajo vjen, i merr telefonin, i ka thyrë mbi 3 telefona përdau, që mos flasi me mu. Nga i ka hyrë kjo urrejtje dhe kjo xhelozia saj kruaje, unë nuk e di dhe si kam bërë asnjë lloj shkelje në këtë jetë. Nëse ja kam bërë unë, dënoft Allahu mua, nëse mi ka bërë ajo mua, dënoft Allahu atë. I dashur Dario, ne do flasim bashkë dhe privatisht për të ndihmuar nga ana ligjore dhe për të gjetur një rrugëzidhje për sa i përket fëmijës tënd. Sepse në momentin që ti i drejtohesh gjykatës dhe kërkon për nënën të ketë një dënim që nuk po zbaton vendimin e gjykatës që ti ke të drejtat e takimit me fëmijën, të flasësh në WhatsApp, ta kesh takim fëmijën nga afër. Po Erisa dhe nëna Erisës nuk e din këtë që unë e kam këtë të drejtë. Po ç'rëndsi ka, ti vazhdon me ligjin. Je sot këtu në live me mua dhe jam e sigurt që ish Vjera apo ish bashkëjetuesja do ndjeki këtë live dhe do reagojnë. Por në momentin që ajo merr një dënim në Shqipëri, ti me atë vendim mund të shkosh në vendin ku ti dyshon dhe ajo jeton dhe i sjell probleme në atë vend. Ka një ambasadë dhe gjërat bëhen më serioze në anën ligjore. Por unë e kuptoj shqetësimin tënd, por kjo është rruga ligjore që duhet të ndjekësh, por dhe në privat do të flasim bashkë. Po ku ta ndjek më Odeta, ku ta ndjek, si ta ndjek kur s'kam asnjë lloj haberi në këtë dynjë. E qartë, të kuptoj. E para dhe e dyta, nuk kam pse di shkoj unë në shtetin ku jeton. Ka shtet Shqipëria, Greqia, Amerika, Athina, pra, qohu dhe shkoj gjeje ku tjetë sile këtu përveç, së shmija dikuj. Prandaj po të them, duhet të bësh një gjyq të dytë, që nëna të shpallet fajtore për rrëmbim fëmije dhe largim nga Shqipëria pa prokur pa Po nuk tjeta është larguar apo shku vestim që ne. Atëre, në momentin që ti nuk e kontakte, e shpall fajtore për rrëmbim fëmije në drejtim të paditur. Dhe kur themi drejtim të paditur, do thotë është brenda territorit të Shqipërisë, por përfaqëson edhe nëse është jashtë Shqipërisë. Tani unë e kuptoj shumë mirë situatën që ti nuk e. Unë këtë do ta lej në dorën tuaj, të bëni çfarë doni, sepse unë nuk mundem më, jam tepër i demoralizuar në këtë pjesë, sapo më kputet shpirti, mos shohë vladin tim. Një vit që e kisha këtu flia me te çdo natë, më plas shpirti, po them, unë nuk kam çfarë them, nuk di çfarë them më tepër. S'kam çfarë them as i fjalë. Ne do flasim dhe në rrugë private, unë do flas dhe me avokatët që unë operoj, sepse nuk është situata e parë që realisht ne trajtojmë në studio, nuk i pari dhe i vetmi baba që ke humbur kontaktin me djalin. Ma beso këtë gjë, janë të shumta. Por duhet një gjyq i dytë që të shpallet fajtore. Sepse deri në këtë momente ti ke vetëm një vendim gjykate që të është dhënë drejta e takimit me fëmijët. Dhe me atë vendim gjykate, ti ke të drejtë të shkosh deri te zyra përmbarimore, ajo që e ekzekuton. Zyra përmbarimore thotë unë nuk kam një adresë dhe nuk e ekzekutoj dot dhe mbyllet aty. Ti ke këto të drejta, por këto të drejta ti nuk po i shfrytëzon dot, djali nuk po e takon. Ti duhet të bësh një gjyq për ta shpallur fajtore. Dhe në momentin që ajo shpallet fajtore, aty fillon rreziku për atë nën. Dhe pse mua më vjen keq që në gjithë historinë që dëgjova, ajo nën është e pafajshme se ka probleme shëndetit mendor, por ti mendon që ish Vjera është e gjithë ajo që të ka shkatruar familjen. Nuk bëhet fjalë që ajo e deklaron dhe në media, nëse ti e ke parë kur ka dalë një intervistë tek Stop TV, që thotë këto i bëri gjitha nëna ime dhe në gjyqin e parë që kam dalë në Peshkupi pas Birucës, që më ka majtë në izolim për të dalë mas 3 ditë, 7 sa orë sa është, ajo tha që unë nuk e kam bërë këtë, ka bërë kjo, nëna ime, unë nuk e kam sjell burrin këtu. E qartë, e kuptoj. Problemet se kam qenë pa vetëdijshme dhe nuk di çka kam thonë, çka kam bërë. Pra, janë shtytja është e nënës që bëj këtë. I dashur Dario, nëse ish Vjera do të dëgjonte, kush është mesazhi që do i përcjellje sot në këtë live? I vetmi mesazh që kam unë për ish Vjerën time, atë që më ka bërë mua ja sjell Zotin kokë dhe i kam lënë vetëm Allahun. Asgjë më tepër. Se s'kam çfarë t'i them më tepër, sepse padrejtësitë e saj janë të pafundshme. Do me thonë, ka bërë sa shkelje në familjen time që nuk i bën dot askush, por i ka bërë sepse ka qenë toleranca e fëmijës, ka qenë toleranca e nënës fëmijës, e ish bashkëshortes.
I ka bërë këto shkelje dhe dënoft Allahu, asnjë gjë tjetër nuk ka më tepër sepse mbi forcën e Allahut nuk ka asnjë gjë. Por ish bashkëtuesës tuaj? Më vjen keq shumë për te, sepse e di që nuk është rob i tillë, e di që ka një zemër Flori, është e prishtë, është e urtë, është e sjellshme, është shumë e sjellshme, pavarësisht se ajo non e ka thurë si ai teli me gjëmba dhe njerë të shpon majtas, njerë djathas, s'di çfarë të them, ajo është një non nuk di që them se nuk du të flas fjalë që nuk duhen folur, por unë di them këte, që ajo shkon në karburant me makinën e saj që mund t'jetë me naftë, dhe i thot zotris mi fut 10 litra benzin, a i thot o goc, kur e hapat e kjo nuk është me benzin, është me naftë, thot futi benzin se kjo do heci se du unë edhe me benzin, e kupton që atipi është? E qartë, e kuptoj. Dario, ne do mbetemi të dy së bashku në kontakt, ta uroj me zemër që ky live të shërbej dhe zëri jote të dëgjohet. Uroj që të bashkohesh sa më shpejt me djalin tënd, të zbulosh se ku ndodhet dhe patjetër, pas kujtave do flasim të dy sërish bashk. Faleminderit. Edhe diçka tjetër, në kohën që mora shtëpinë Tiran ta plotësoj edhe këtë, kishte raste që donim të rrinim më lirë, që ndinim, hanim pillë dhe merja një hotel, domethënë bashkë me djalin dhe mrisëm, leja qëra, rrinim aty, kënaqeshim dhe ajo e telefononte minutë mas minutë, i ktheu në shtëpi, do thirr policinë se ishte mundur mbrojtje. E qartë. Ajo thotë thrit policia këtë dush, unë do rri me burrin tim. Me Toni. Ajo e acaronte, e shkatronte me telefonata që ajo mos rrinte me mu qofë vetëm një sekond të vetëm. E kuptoj. E shante, e fyente, më shante mua pa fund, pa i bëra si gjëmë të jetën këtë botë. Sepse nga ajo që ishte e apasionuar për të kryer diçka, për ta shijuar këtë ujë në shishe, për ta pirë, nuk e arriti dot edhe si dhel pra që shau rushin në majtë pemës. Shpresoj të më ndihmoni te kjo pjesë vetëm që i djalin ti marr pak herë trupit ti ta puth ta lëvatoj se po plas. Të besoj ja vetë nën. Nuk kam çfarë them tjetër, vetëm duhet shoh çurin. Unë nuk e di si funksionon ky shtet, por ky shtet duhet kishte bërë më të mirë për që djalin. Unë drejtoj komisariateve, drejtoj gjykatës, unë s'po arrit kuptoj çfarë duhet bëj më tepër. Tani thonë e vrau filani, po e vrau se i ka plas shpirtin, sepse njeriu shkon për plasë me një mur dhe nuk ka ku shkojë më, detyrohet të kthehet mbrapsht. Pra, po zgjidhje ti si shtet, që unë më shkojnë ato pika. Ti po zgjidhje si shtet vetëm kur ti intereson financa. Jo. Mirë, Dario, qetësohu dhe do jemi në kontakt. Të përshëndes, Dario. Në rregull, Mirupafshim. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndrohet me mua deri në fund të kësaj video. Kushdo që ka një informacion apo dhe nëse vetë ish bashkëtuesja e Darios është duke na ndjekur, të marrë guximin, të reagoj, të telefonoj, qoftë mua, në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë këtu ekranit, por mund të telefonoj dhe vetë Darion, pasi ai ish babaja e atij fëmije dhe askush nuk mund ta mohoj dhe t'i heqë të drejtat për të takuar të birin, duke ditur që ka dhe një vendim gjykate, që ja ka dhënë gjykata të drejtën e takimit dhe uroj me zemër që ky baba të takohet sa më shpejt me të birin. I falenderoj dhe ju miq që qëndruat me mua, kushdo që ka një histori për denoncuar dhe kërkon që zëri i tij të dëgjohet, apo ka një eksperiencë të bukur që kërkon ta ndaj këtu në live me Odetën, pse jo? Ju mi pres, mund të më shkruani edhe në faqet e mia në Facebook dhe në Instagram me emrin Odeta Dume Mandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart te fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar këtu në YouTube, ku çdo paradite live-ura 10 jam me këto histori njerëzore, histori të dhimbshme, histori reale, histori shqiptare. Faleminderit që më mbështesni dhe takohemi nesër.